Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Presidenti francez Macron në një deklarim të tij ka thënë se Europa është në një pikë kthese të historisë. Referimi padyshim është se perëndimi nuk është më i njëjti për shkak të politikave të presidentit Trump. Bota dhe gjeopolitika nuk ka ndryshuar asnjëherë kaq shpejt sa javët e fundit. Në mbamendjen tonë, asnjëherë nuk kemi qenë dëshmitar të një ndryshimi kaq radikal të qëndrimeve politike, të vlerave, por dhe aleancave mes fuqive të mëdha, të cilat pa diskutim po ndikojnë gjithë botën. Pyetjet që bëhen tani janë: a ka rënë perëndimi siç e kemi njohur? Por për vendet e vogla si Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova apo dhe rajoni që janë në mes të kësaj vorbulle, çdo të thotë ky ndryshim. A janë klasat politike të gatshme të mendojnë strategjikisht? A është rajoni mes dilemës të jetë me Europën apo me Amerikën ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Për këtë dhe më shumë, sot të ftuar në program nëpërmjet teknologjisë kam Afrin Krasniqin, profesor. Ai është profesor pranë Institutit të Historisë, gjithashtu edhe drejtor ekzekutiv i Institutit për Studime Politike. Do të lidhemi me të në një intervistë të detajuar, por menjëherë pas shkëputjes. Jeni me programin 200 në televizionin Alsat dhe siç paralajmërova, i ftuar nëpërmjet teknologjisë është Afrim Krasniqi. Ai është drejtor pranë Institutit për Studime Politike, studiues i politikës, njohës i rrethanave. Faleminderit që je pjesë e programit, Afrim. Është kënaqësi. Sigurisht lidhemi nga Tirana nëpërmjet teknologjisë. Atje kanë filluar ethet e fushatës. Ju i ndiqni në detaje, madje edhe me politika, edhe me analizat ligjore, por sot ndoshta do t'ju vënë në një fushë pak më gjeopolitike. Përsëri si njohës i madh, sepse jeni pjesë edhe Institutit të Historisë pranë Akademisë së Shkencave. Prandaj do ta bëj pyetjen direkte. A ishte e përgatitur bota njëherë me këtë president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me presidentin Trump? Mendoj që dukshëm jo, sepse të gjitha parashikimet e bëra, dhe ato më skeptike ose më kritike, nuk ishin arritur ta parashikonin që një ndryshim drastik në raportet e partneritetit euro-atlantik dhe një impakt kaq të madh për gjitha vendet e botës, përfshi dhe për Europën. Në vendet tona natyrisht jo se jo, sepse nuk ka pasur debat për këtë gjë. Edhe kjo tregon deri diku dhe sa pak e njohim politikën amerikane dhe sa pak e njohim marrëdhënien ndërkombëtare. Kur flasim për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pyetja që ngjallet, me deklaratat që bëhen, me takimet që i bëjnë liderët europian gjatë gjithë këtyre ditëve, çështja është: a ka ndryshuar perëndimi, a ka rënë perëndimi ashtu siç e njohim? Nuk mendoj që është një përgjigje bardhëzi, është një proces shumë kompleks. Së pari duhet pranojmë që koncepti i perëndimit ka qenë krizë prej kohësh dhe vetë Bashkimi Evropian ka qenë krizë dhe thënia e disa kritikave në mënyrë publike vetëm sa ndihmon procesin për shkuar drejt zgjidhjesh dhe jo ta mbash ato kohën ku ishte. Së dyti, vetë dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian e dobësoi konceptin e perëndimit, sepse krijoi gati një tripolaritet brenda perëndimit. Dhe së treti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishe vite që kishin problematika të brendshme o diskutime të brendshme kush duhet të jetë prioriteti dhe kush është vendi i shtebas në botë. Dhe ky lloj procesi ndonjëherë edhe për një europian nuk merr parasysh çfarë kërkon votuesi amerikan. Dhe siç duket, liderit politik më shumë ofruan një zgjidhje për votuesin amerikan sesa për qytetarët e botës tjetër. Kështu që duhet bëjmë ndarje midis çfarë presin vetë qytetarët amerikanë dhe çfarë ofron politika aktuale me atë çfarë ne presim nga shteti që është konsideruar lider kryesor i demokracisë në botë, me atë çfarë po marrin nga këndvështrimi aktual. Po pikërisht kur thoni këtu ne dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni që ka një reflektim ndryshe se si perceptohet presidenti Trump brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe si perceptohet presidenti Trump jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Dhe ky është efekti që krijohet në gjeopolitik? Mendoj që ka perceptim shumë të ndryshëm. Këtë e treguan edhe sondazhet që u bën para zgjedhjeve amerikane, ku shumica absolute e europianëve zgjidhin kandidate rivale, si preferonin kandidate rivale për presidentin e Shtetit të Bashkuara. Ndërkohë që në vendet ballkanike shumë interesante se shumica e qeverive u entuziazmuan nga fitoria e kandidatit, çfarë do thotë ju përshtaten zhvillimeve të reja. Por në gjitha rastet mendoj që ne nuk marrim parasysh
cilat janë problematikat ekonomike, cilat janë kërkesat e qytetarëve amerikanë dhe çfarë ata kanë dashur të thonë me votën e tyre. Në aspektin e demokracisë, vota e tyre është një votë revolucionare. Ka kërkuar ndryshim, kanë kërkuar ndryshim të shpejtë, të drejtë për drejtë dhe ka qenë një goditje e fortë ndaj elitave të vjetra politike. Por a është e mjaftueshme kjo për shkuar tek modeli i demokracisë në një rend të ri botëror? Kjo është pyetje që kërkon debat, sepse edhe në Bashkimin Evropian është e vështirë sot të gjesh pasikës e atyre që janë lideri historik, Merkel ishte e fundit, është e vështirë të gjesh modele të leadershipit të mjaftueshme për të përmbushur pritshmëritë e mëdha ndaj demokracisë. Zoti Krasniqi, Afrim Krasniqi, si njohës i mirë i politikës, si studiues, keni bërë shumë studime, prandaj po a bëj këtë pyetjen tani, pavarësisht që, si me thënë, shkaku i bisedës tonë, i intervistës tonë, është se çfarë sjell presidenti Trump, por duke e parë gjithë këtë çfarë ndodh në botë dhe duke e lidhur me ideologjinë, a mendoni që po jetojmë një periudhë të jetës tonë ku ka një përplasje të madhe ideologjike dhe ndoshta presidenti Trump është një model i ri i politikës, i politikanit në fakt që na befason dhe nuk jemi në gjendje ta pranojmë për shkak të asaj se si ne e kemi imagjinuar deri tani politikanin. Në fakt, se ne shohim politikën amerikane në vite, edhe slogani zotit Trump, edhe shumë element pia marrë nga zoti Reagan. Kështu që është një situatë e parë, por një kontekst krejt tjetër, në kontekstin e luftës së ftohtë dhe viteve 80, kur bota ishte një situatë krejt tjetër. Në këndvështrimin e ri global, kur çdo lajm amerikan është headline edhe në mediat tona dhe prek dhe i diku qytetarët e vendeve të tjera, e kemi vështirë për të parë nëse kemi të bëjmë një qasje të re konservatore apo rikthim të konservatorizmit tradicional, sepse konservatorizmi amerikan dallon shumë nga konservatorizmi europian. Lidhet me identitetin edhe fetar, lidhet edhe me identitete të tjera nacionaliste, nacionale do thotë, kurse në Europë, atë që quhen të djathtët e rinj, sidomos djathtët e ekstremit, përfaqësojnë diçka krejt tjetër që dallon shumë nga modeli amerikan dhe është shumë e vështirë të fusim të gjithë në një familje ideologjike. Kështu që deri diku qasja ideologjike vlen vetëm në masat drastike që u morën ndaj një politike liberale që pati e majta në tërësi dhe majta amerikane në veçanti, por në thelb nuk besoj që është luftë ideologjike. Mendoj që është luftë interesa, është situatë krejt e re, ku ne duhet mësohemi të pranojmë njëri tjetrin me specifikat e veçanta dhe secili vend të gjejë vendin e vet në një rend të ri i cili po ndryshon në mënyrë drastike. Por duke dashur edhe deri diku fjalën tuaj hyrëse, brezi ynë ka përjetuar fundin e luftës së ftohtë, edhe në atë kohë ndryshimet kanë ndodhur pak a shumë me të njëjtin, por në atë kohë priteshin kush do ishin ndryshimet. Kësaj radhe, vetmi dallim është që ndryshimet janë drastike, por janë papritura në shumë aspekte. Sigurisht një pjesë të bisedës do ta përqendrojmë te pikërisht fakti se si duhet të reaguar në këtë kontekst nga vendet tona, nga klasa politike, por para se të mbërrim te këto pyetje, më intereson edhe këtu ndoshta ta rumbullaksojmë këtë befasin që e krijon presidenti Trump si politikan i një stili tjetër që ndoshta nuk pritej, është se si duhet parë ajo qasje ku shpreh një lloj potence të theksuar, disa herë duket gati edhe me një gjuhë trupi të dhunshme, siç ishte ajo gjatë takimit me presidentin Zelenski. A realisht është një model i ri, po krijohet një model i ri i politikanit që pastaj do të kopjohet ndoshta edhe në Ballkan ose edhe në vende tjera, se edhe ashtu jemi në prag zgjedhjesh, si atje, si këtu, si në vende tjera. Nëse i referohemi për shembull modelit francez dhe gjerman, mediat kryesore gjermane, franceze dhe para fushatës, deri diku tregonin mungesë respekti për zotin Trump dhe revistat kryesore po themi gati denigronin figurën duke mos pritur prej tij një presidencë e cila ishte në ato standarde që kërkojnë nga këto vende. Çfarë do thotë që edhe ato vende, përfshi dhe vendet tona pastaj, nuk arritën dot ta kuptojnë mesazhin. Ndërkohë që zoti Trump tregon që nuk është një politikan konvencional, nuk është një politikan tradicional. Ka një qasje më shumë te biznesi politik, sesa të politikës si biznes. Edhe vetë fakti që ai edhe në ceremoninë kryesore i dha vend veçantë atyre që quhen oligarkëve modern, pozitiv amerikan,
Është figura më të njohur e biznesit amerikan, deri diku dhe botëror si tillë, deri diku është ndryshimi i madh në politikën amerikane në raport me botën. Unë personalisht studiut më ka bërë shumë përshtypje fakt tjetër. Në 3 fjalimet kryesore, dhe në fjalimin inaugurues, në fjalimin Davos dhe fjalimin e fundit në Kongres, mungon fjala demokraci në konceptin se si ne ndjojmë demokracinë, në angazhimi për demokraci. Çfarë do të thotë që është vendosur prioritare koncepti i sigurisë, koncepti i forcës ekonomike, koncepti i standardit dhe koncepti i dëgjueshmërisë. Koncepte të cilat kanë shumë pak pikë atakime me demokracinë. Pyetja është nëse do ishte demokracia e mjaftueshme, nuk mendoj, sepse presidenti Obama për shembull do kishte fjalën demokraci si të lajm të fjalimeve të tij, por nëse ne shohim pranverën arabe, nëse shohim çfarë ndodhi në Gjeorgji dhe në vendet e tjera, nuk arriti dot të parandalojë situata të cilat deri ku tenuan dhe rendin e ri dhe tenuan edhe sigurinë globale. Kështu që në këtë lloj situate mendoj që ne kemi një pas tjetër ku demokracia nuk mjafton dhe ku vetë demokracia po kërkon një vend të ri, ndryshe nga ajo çfarë ne kemi mësuar në teoritë politike. Ndërkohë që ne po flasim, regjia po shfaq pikërisht atë takimin shokues, do ta përdor dhe unë fjalën, siç e kanë përshkruar shumë media, ku presidenti Trump apo dhe stafi i tij, zëvendës presidenti amerikan, gati e sulmuan presidentin Zelenski. Dhe kur shikon këtë çështje, këtë pamje, lind pyetja se apo del realisht Rusia më e fortë, a i bën realisht më shumë favor gjithë kjo situatë Rusisë dhe në këtë kontekst, a është ky momenti historik i çarjes së Europës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Një nga gjërat që më bëri përshtypje edhe në takimin që u bë dhe në disa retorika të tjera është që individet që kanë punuar me presidencën amerikane përpara, pavarësisht Bush, Biden apo presidentet e tjerë, Obama e tjerë, duket sikur kanë punuar me kundërshtarët e Amerikës, se kështu po trajtohen një pjesë madhe dhe ky është ndryshimi i madh amerikan në raport me partneritetin botë. Ne jemi mësuar që trashëgimia amerikane të rruhet në botë dhe të kultivohet, jo të konsiderohet dobësi. Dhe në këtë lloj këndvështrimi, ndryshimi i raportit me Rusinë dhe me Ukrainën, ndryshimi politik i raportit përbën një surprizë të madhe sepse duke parë deri dje Ukrainën si një vend që po lufton për lirinë, për perëndimin, për vlerat perëndimore, sot shihet si një vend problematik dhe u trajtua pa respektin e duhur. Dhe kjo i dha avantazhe dukshme Rusisë sepse një shtet autoritar u ndje përkdhelur, u ndje jo vetëm e friksuar nga ndonjë sanksion i mushëm, po u ftua në tryezën e bisedimeve dhe madje u ftua pa u ftuar Europa. Çfarë sjell një zhvillim krejt të ri. Pavarësisht se kjo në aspektin studimor është zhvillim negativ, edhe në aspektin e vendeve që ne përfaqësojmë, por në aspektin global është një leksion i madh që marrim nga historia. Fuqitë e mëdha ngelen fuqitë e mëdha edhe kur janë dobta dhe kur janë ankëbuar. Ne nuk arrim do të ndryshojmë ato, por duhet t'i njohim mirë, t'i kuptojmë mirë dhe të shohim, të paralajmërojmë situata dhe të përgatitim për situata. Si duket edhe vetë perëndimi, ai që themi Europa perëndimore ishte pa përgatitur me këtë situatë dhe për shkak të krizave të brendshme. Le të kujtojmë që vitin e kaluar Franca harxhoi shumë kohë me krizat e brendshme. Britania e Madhe ndryshoi disa qeveri brenda 4 viteve të fundit. Gjermania hyi në krizë të thellë dhe krizë që ja shkaktoi vetes, duke pasur një qeveri dobët dhe duke i dhënë akses të djathtë. Në Holand pati përmbytje të sistemit politik dhe ardhjen e djallë dhe ekstrem. Kështu që në Itali po ashtu pati ndryshime të mëdha historike në raport e partive politike. Dhe vendet u morën me veten e tyre, nuk u morën me përgjegjësitë që kanë në rendin e ri dhe kjo lloj situate i dha, po themi, hapësirë të lirë edhe akteve të tilla, prandaj edhe të gjithë janë të habitur dhe të gjithë janë, nuk është çështja që janë të habitur, janë pa përgatitur për të pasur një çast tjetër. Dhe këtu del edhe rezulton edhe sa gabuar ishte dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian dhe kush është Bashkimi Evropian pa Britaninë. Edhe një pyetje këtu, dukej nga gjithë ajo çfarë ne shikonim, ndiqnim, lexonim për 3 vjet sa është lufta në Ukrainë, se në fakt Rusia, Putini tenton ta përçajë Europën, duke mbështet politikanë të caktuar, duke krijuar apo sulme të cilat kishin të bëjnë me informacionin e rrejshëm, dhe tani ndodhi situata ku realisht perëndimi ka një çarje. A është kjo një fitore e strategjisë të Putinit, këtë që po shohim sot?
mendoj që është më shumë dështim i Bashkimit Evropian si strukturë. Ideja e një qeveri europiane kishe vlerë nëse respektohen vendet, nëse merret interesi përgjithshëm dhe ka një platformë afatgjatë. Bashkimi Evropian deri diku burokratizua, deri diku rendi pas zhvillimeve në terren dhe nuk arriti do të ketë një qasje strategjike afatgjatë, dhe si e tillë nuk arriti do të bëhet edhe një partner i besueshëm dhe i qëndrueshëm edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj edhe në sfidat e mëdha globale. Ideja që ne merremi me biznesin dhe mbrojtjen le ta mbroj Shtetet e Bashkuara nuk funksionon më. Edhe thirrja e fundit e zotit Chris Patten që Britania duhet mësohet të jetojë edhe pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një strategji e mirë në aspektin afatgjatë, por kërkon kohë, energji dhe shifra financiare të cilat nuk ka me Britania e pas 48-s, që nuk është më një fuqi globale e kohës perandorisë, por është një shtet midis shteteve tjera, apo themi në kuadër europian. Ndërkohë që u dobësuan shtetet e mëdha dhe u ndërvarën deri diku nga ekonomia ruse, sidomos Gjermania me shkëmbime tregtare ose me çështjet e gazit e tjerë. Edhe dobësimi vetë brenda Bashkimit Evropian i Slovakisë ose Hungarisë e tjerë, ose dhe Austrisë në një moment caktuar, tregoi që është shumë e vështirë që një vendim Bruksel të përfaqësohet nga gjitha vendet me të njëjtin ritëm, për të njëjtat arsye dhe të jetë po aq shumë rezultativ. Kështu që e shoh si dështim të leadershipit evropian, dhe leadershipi evropian dështoi kur Europën e drejtonte Merkel dhe Macron, ndërkohë që president Bashkimit Evropian dhe kryetar komisionit kishin figura të tjera të cilat nuk arritin asnjëherë të jenë realisht përfaqësues të Europës. Do t'i rikthehemi pikërisht Europës dhe pastaj ngadalë do ta diskutojmë edhe atë që ndoshta më shumë na intereson, se ku jemi ne si Ballkan, si shtetet tona, por do të bëjmë një shkëputje dhe do të rikthehemi me këtë bisedë interesante me Afrim Krasniqin, studiuesin e thellë të politikës. Na ndiqni pas pak. Jeni me programin 200, unë jam Nazim Rashidi dhe në linjë nëpërmjet teknologjisë kam Afrim Krasniqin, drejtor pranë Institutit për Studime Politike. Afrim Krasniqi do të vijojë menjëherë aty ku mbetëm me Europën. Ka disa arsye. E para, presidenti Macron shumë pak kohë më përpara tha se Europa është në një kthes të madhe, në një pikë të madhe të historisë. A është e përgatitur do ta diskutojmë bashkë, por më bëri përshtypje para disa ditësh edhe një thënie tjetër që ka të bëjë me atë se si duhet të reagojë Europa, ku thuhet se Europa duhet të mësohet se Kina nuk është më tregu i lirë për Europën, se Rusia nuk është më burimi i energjisë së lirë për Europën, dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është më ose nuk janë më ombrella mbrojtëse e Europës. Në këtë kontekst dhe në kontekst të deklaratave, apo krijohet një Europë e re, Afrim Krasniqi? Unë mendoj që është detyrueshme krijimi një Europë të re. Deri diku Europa kaloi atë që quhet kriza e pasurisë, kriza e mirëqenies, kur pretendimet e reja dhe idetë e reja nuk përputheshin me nevojat e vendeve dhe bën kontrastet me kontinentet e tjera. Dhe për sa kohë që Europa u mor me këtë lloj problematike, që ishte deri diku luksi, siç ishte mjedisi, siç ishin të drejtat e kategorive të caktuara apo problematika të tjera, dhe nuk u mor me çështje të cilat e prekin direkt Europën, për shembull situata e lindjes mesme dhe pranvera arabe ju kthy bumerang Europës për shkak të numrit të madh të refugjatëve që sollin në Europë dhe kërcënimeve që sollin me to dhe që vazhdon të ketë. Dhe po ashtu marrëveshja me Kinën, marrëveshja e vendeve specifike me Kinën apo me Rusinë deri diku dobësoi shtetet e vogla europiane dhe i bëri të ndërvarura nga këto vende. Kështu që mendoj që Europa ka të detyrueshme reformimin, procesi i reformimit posaçërisht është zakonisht shumë. Sepse në kontekstin global nuk mund të imagjinohet sot një Këshill Sigurimi pa Gjermaninë me drejt vetoja, siç nuk mund të imagjinohet një Europë pa Britaninë e madhe vendimarrëse. Prandaj mendoj që sa më shpejt të ndodhë ky proces, aq më mirë do jetë. Problemi është që për shkak të ndryshimit të leadershipit në Gjermani dhe për shkak se zoti Macron është mandatin e dytë të fundit dhe për shkak të dobësimit të Britanisë së Madhe, do jetë e vështirë që liderit të arrijnë me një lloj konsensi afatgjatë se kush është perspektiva reale e Europës. Sa më shpejt nisin debatet, për mua është më mirë. Nga ana tjetër, si shteta si Ballkanit, ne duhet të fillojmë të mësohemi dhe me idenë që vendet tona nuk do jenë asnjëherë antar të Bashkimit Evropian me konceptin se si ne kemi pritur Bashkimin Evropian dhe se si kemi imagjinuar Bashkimin Evropian. Kur e bëni këtë pyetje, këtu në studio po shkojmë pamjet të kryeministrit të Maqedonisë dhe disa ministrave të qeverisë
të Maqedonisë së Veriut për vizitën ose gjatë vizitës që kishin pak ditë më përpara në Hungari. Pse bëhet kjo analogji? Kur po flasim për ndryshimin e Europës, vetë Europa nuk është me një zë. Një pjesë e madhe dërmuese e vendeve, liderëve po bëhen bashkë duke bërë thirrje se Europa duhet të mësohet me këtë realitet të ri, ndoshta edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu siç ishin. Por brenda Europës ka gjithashtu probleme. A mendoni se figura të tilla si Orban, si kryeministri Orban, apo edhe vende si Hungaria që duket qartë që nuk janë në linjë me Europën, do të krijojnë çarje shtesë brenda Europës? Mendoj që kanë dhënë efekte negative, por në aspektin studimor le t'i shohim me gotën e gjysmëmbushur. Një nga tezat e zotit Orban kundër migracionit mendoj që ka qenë funksionale dhe ka qenë një favor të interesave të vendit tij. Ndërkohë që tezat e tjera që shtyn pastaj në konflikt lidhje me Ukrainën dhe me Rusinë, mendoj që kanë qenë negative. Dhe mos harrojmë që një vend që ishte për Rusisë në momentin më decisiv të përplasjes ishte kryetari i Radhës së Bashkimit Evropian, për të kuptuar sa absurde ishte koncepti i Europës në këtë moment të përplasjes historike dhe sa pamundur ishte që Europa të kishte një kohezion në prezantimin e idesë europiane. Nga ana tjetër, nuk mundet një rendiri apo një marrëveshje e madhe të bëhet pa praninë e Europës. Nuk mund ta bëjë as SBA-ja, nuk mund ta bëjë as Rusia dhe nuk mund ta bëjnë aktorë të tretë jashtë Europës. Edhe për shkak se vendet janë këtu, por edhe për shkak se bëhet fjalë për interesa jo vetëm kufitare, jo vetëm ekonomike, por dhe interesa historike dhe raporte historike. Sepse ka drejt presidenti Trump kur thotë Europa është ngjitur me Rusinë dhe deri diku konfliktet apertyre janë më apertyre sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nga ana tjetër edhe për përfitimet dhe rrisjet duhet të jetë një njëjta logjik. Kështu që Europa duhet të jetë pjesë e përfitimet, por deri në momentin kur Europa ka vërtet një zëm përfaqësues, një leadership të qartë dhe një program afatgjatë, gjë që aktualisht nuk e ka. Ne pam 3 nivelet e sanksioneve që ju bën Rusisë, u desh shumë kohë për ta bërë këtë gjë. Dhe nëse ne shohim sanksionet e para janë qesharake, domethënë kur i krahason me këndvështrinë e sotëm. Çfarë do të thotë, nuk e besonin që lufta do avancojë. Edhe koncepti që lufta të vazhdojë, le të kujtojmë që nuk janë vetëm humbjet e ushtarëve, nuk është vetëm Ukraina që paguan çmim. Paguan çdo qytetar evropian sepse u rritën çmimet, ka lënë inflacion, ndryshoi raportet, ndryshuan shkëmbimet tregtare. Kosteja e jetesës, vala e emigrimit dhe drejtimi i emigrimit. Dhe në të lloj rrethanash dhe duhet gjithmonë mendoj edhe për një plan paqe dhe Europa nuk e pati asnjëherë një plan paqe duke pritur që ta ketë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të diskutuar sigurisht edhe sfidat e sigurisë që lidhen me rajonin, ndoshta edhe me ekzistencën e NATO-s vet, nuk mundet po mos ta përmendim Britaninë e Madhe, e përmendët edhe ju pak më herët. Për studiues si ju, për ndjekës të politikës së jashtme si unë, ndoshta ishte e pa imagjinueshme të shihet që Britania e Madhe do të ketë një ndarje në qëndrime, në veprim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të aleancave që kanë pas këto dy vende. Ne shohim sot Britaninë e Madhe, edhe pse nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, të jetë pjesë e Europës. A do të thotë kjo, Afrim Krasniqi, edhe nga aspekti historik, se ne po përjetojmë dhe po shohim, jemi dëshmitar të asaj që po ndodh, që është një çarje e madhe mes aleancave të vjetra, siç i njeh historia? Unë nuk besoj që konflikti do shkojë deri në prishjen e balancave historike. Është më shumë një tronditje midis miqsh për të ritakuar në situata krejt të reja. Nuk mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania do ta vënë në dyshim partneritetin e tyre dhe për shkak se Shtetet e Bashkuara kanë interes për ta bërë. Nëse nuk është Britania, kush mund të jetë partneri i SBA-s në Europë? Gjermania dhe Franca kanë çasti identitete dhe interesa gati të ndryshme. Edhe midis tyre, po dhe në raport me rivalitetin dhe partneritetin me SBA. Por është një krizë marrëdhënieve që mund t'ju bëjë mirë dy palëve. Nëse zgjidhet shpejt dhe krijon një situatë krejtëre të raporteve dhe një fokus krejtëri. Për shembull, ne kemi parë kohët e fundit përpjekjen e Britanisë për zënë deri diku në rivalitet me Bashkimin Evropian për zënë hapësirën bosh dhe për të mbuluar, për të krijuar vendin e vet, edhe në Europë dhe në botë. Nuk ka qenë shumë e suksesshme dhe mekanizmi ka qenë shumë i avashtë. Çfarë do të thotë, nuk është me Britania që ne kemi njohur në histori. Dhe për të bërë Britania që ne kemi njohur në histori, do duhet edhe ata të ndryshojnë shumë çësje.
në raport me problematikat e brendshme dhe me disa prej kritika amerikane me cilat të drejtën janë sakta, sidomos me zhvillimet e viteve të fundit dhe abuzimet në emër të lirisë që ka ndodhur për kategori të caktuara qytetarësh dhe ngjarjes që ka ndodhur. Por e përsëris, mandati amerikan është 4 vjet. Zoti Trump na tregoi që mandati ndryshon për 24 orë, politika ndryshon për 24 orë, kështu që çdo 4 vjet SBA do ketë çaste të re, por raporti historik nuk ndryshon. Kur flasim për këtë kontekst, disa vite ndoshta në histori nuk janë asnjë gjë, por për jetët tona po bëjnë dallimin. Dhe këtu, në kontekst të geopolitikës, shtrohet pyetja se çfarë do të ndodh me NATO-n. Dhe kjo pyetje merr një dimension të fuqishëm në rajon, kur dihet që NATO ka një bazë specifike apo një lidhje specifike në Kosovë për shkak të sigurisë së rajonit, dhe prandaj ndoshta edhe frika të artikulohen në formë më direkte. Po a mendoni se cënohet NATO apo do të vazhdoj si organizat, por në forma financimit të tjera, siç kërkon presidenti amerikan? Në fakt, për shkak punës që bëjmë, ka rastisur të jem pak ndjeni të zhvillimeve kur zot sekretari i përgjithshëm dhe ndjenin tim e të asaj periudhe është zgjidhur me kompromisin e zotit Trump. Kështu që nuk pres që NATO të ndryshojë në kaq mënyrë drastike sa flitet vazhdimisht media. Por mund të reformohet. Dhe reformimi mendoj nuk është çështje parash, nuk është çështje kuotave 4% apo e pajisjeve, po themi teknologjisë të re ushtarake që vendet duhet përdorën. Por është çështje prioriteteve dhe fokusit dhe për çfarë do përdoren këto mjete ushtarake. Për shembull, vërtet SBA ka rol vendimmarrës NATO, por në fakt kush e merr dhe vendimet në NATO? SBA është shteti kryesor që e merr vendimet. Vendet kryesore janë vendet që vendosin veto dhe kanë vendim. Jo gjitha vendet e NATO-s kanë realisht peshë në vendimmarrje apo pyeten kur ka vendimmarrje të rëndësishme. Prandaj është e rëndësishme që 3-4 shtete kryesore të rrisin deri diku buxhetin e mbrojtjes dhe t'ju japin më shumë siguri vendeve të tyre. Pyetja tjetër pastaj që është ndërlidhur është ku do merren këto para? Nëse vendet si SBA, Gjermania, Franca, Britania, vendet nordike e bëjnë 4% buxhetin e tyre në lidhje me sigurinë, do ketë shkurtime drastike dhe pasoja drastike në politikat sociale të tyre vendeve, që ka qenë kampion të shteteve sociale dhe modelet e vetme të bollë të suksesit të shteteve sociale. Dhe kostoja do jetë tjetër me qytetarët dhe deri diku ne patëm luftën e ftoftë ku investuam në mbrojtje dhe e dim pasoja që pati, dhe nëse re i kthehemi prapë asaj situati, do i dim përsëri kush do jenë pasojat. Kështu që e shoh si një proces komplikuar, më shumë nisi debati se sa frikë që NATO do shpërbehet apo se Bashkimi Evropian të largohet nga Ballkani për arsye të ndryshme. Zoti Krasniqi, Afrim Krasniqi, në minutat e fundit dua të flas në kontekst të politikanëve tonë, të klasës tonë politike dhe gjithë këtij ndryshimi gjeopolitik. Kjo është tabloja që ne e dham deri më tani. Pse kjo pyetje? Se në qoftë se shohim liderët evropian që po bashkohen, që po diskutojnë, që pranojnë që ka një ndryshim, ka një çarje, qoftë edhe mes miqësh, si e quani ju, klasa politike e rajonit disi është e heshtur. Shohim lëvizje ku kryeministri i Maqedonisë disi tregon që anon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Liderët shqiptar nga ana tjetër janë më të heshtur. Pam vetëm një lëvizje këto ditë të presidentes Osmani, ku në kontekst të gjeopolitikës apo kishte një takim në Kosovë për të parë se çfarë duhet pasur parasysh në këtë kontekst. Pra, a mendoni që duhet të ketë një takim të liderëve të rajonit për të përballë, për të analizuar situatën gjeopolitike? Në fakt, për qenë krejt i sinqert, nuk do këshilloja një takim tillë. Madje nuk do si të ndonjë produkt, për shkak se interesat e vendeve të rajonit janë shumë të ndryshme. Edhe në aspektin e sigurisë, sepse kërcënimi ynë kryesor është po ashtu një vend i rajonit. Kështu që por ajo çfarë duhet bënin vendet e rajonit, duhet rishikojnë strategjitë e tyre të sigurisë. Dhe duhet t'i përshtaten realitetit të ri dhe të kërkojnë një partneritet të ri, po themi. Në vende si Shqipëria, për shembull, po i marr rastin për qenë edhe më i panshëm raportet me Maqedoninë e Veriut, duhet kuptojnë kush është aleanca e tyre dhe pse është aleanca me SBA-n dhe kush është Bashkimi Evropian dhe pse është aleanca me Bashkimin Evropian. Në dokumentin tonë sigurisë kemi një shprehje që ne do jemi 100% dakord me BE-n dhe SBA-n. Por tani kur ata nuk janë
100% me këtë cili do jetë pozicioni. Kështu që është e rëndësishme të heqim dorë nga këto përpjekje ballkanike për lobbying dhe për një fotografi, apo për një investim që lidhet me familjen presidenciale amerikane dhe të kalojmë tek politika reale dhe të sigurojmë qetësi qytetarëve tonë, ekonomive tona dhe një partneritet afatgjatë qëndrueshëm me Perëndimin në Ballkan. Gjë që s'po ndodh, nuk po ndodh as tek ne, as tek ju dhe as në Kosovë dhe as më tepër në Bosnjë, ku ka nisur një konflikt i ri. Është aq ironike sa njëra nga koalicionet politike në Shqipëri për shembull, e ka vendosur tani emrin MAGA praktikisht, ka marrë slogan amerikan për përshtatur në kushtet e Shqipërisë, ndërkohë që pala tjetër ka teza e vet kryesore është që unë jam më mik me Trumpin sa jeni ju. Dhe kjo është paradoks i madh, sepse zgjedhjet në Shqipëri bëhen kush do zgjidh problemet e korrupsionit, papullsisë dhe valës së migrimit që kemi brenda, nuk do zgjidhet kush do jetë miku më i afërt amerikan, kur SBA vet nuk ka ende një strategji për Ballkanin dhe nuk e ka cituar asnjë nga vendet tona rajonale në asnjë nga dokumentat e veta zyrtare deri tani. I vetmi akt amerikan ka qenë deklarata tyre në lidhje me Bosnjën, Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili përmendje atë që quhet siguria dhe stabiliteti, por pa shkuar më tej. Nuk kemi emëruar ambasador të rinj në 2-3 vende ballkanike, përfshirë Shqipërinë dhe Serbinë. Nuk kemi një pozicion të ri për të pasur i deleguar dhe një përfaqësues amerikan në rajon për të marrë me çështjet e bisedimeve dhe problematikave të hapura tashme. Dhe nuk kemi një fjalim apo një qëndrim as Kongresit Amerikan, as Senatit Amerikan, as Presidentit Amerikan, as administratës në lidhje me perspektivën e Ballkanit perëndimor në kontekstin e zhvillimeve të globale. Kështu që derisa të vinë këto lloj përgjigjesh, ne duhet të jemi të përgatitur. Unë mendoj që vendet tona nuk janë të përgatitura. Dhe këtë është edhe në publik. Kur e thoni këtë dhe sigurisht kur flisni për politikën reale, për real politikën, lind pyetja natyrshëm, po elitat shqiptare të Ballkanit ose albanosfera e Ballkanit perëndimor, a nuk duhet të mblidhet elita politike, a nuk duhet të mblidhet për t'i trajtuar këto çështje të gjeopolitikës globale? Ne kemi bërë para një javë diçka e tillë, kemi bërë një monitorim si institut për ligjërimin që është mbajtur në Shqipëri lidhje me këtë problematikë, dhe çfarë na rezultoi? Janë mbushur studio që komentojnë çfarë mendon zoti Trump, por asnjë nuk diskuton çfarë duhet mendojnë shqiptarët në situatën aktuale. Dhe pikërisht këtu çfarë duhet të mendojnë shqiptarët, zoti Afrim Krasniqi? Mendoj që ne duhet përgatisim ekspert. Ne nuk kemi ekspert në botën tonë që ndjek problematikën e rajonit. Ne duhet kemi ekspert për vendet tona respektive. Ekspert në Tiranë që njohin Serbinë, që njohin Bosnjën, që njohin marrëdhëniet nacionale, që njohin problemet etnisë, që njohin problemet e minoritetit, problematikat, çështjet ekonomike dhe janë të aftë të afrojnë zgjidhje strategjike. Dhe së dyti, duhet kemi ekspert në raport me Bashkimin Evropian dhe me qasjen transatlantike. Nuk i kemi asnjërin sepse deri tani na ka mjaftuar të kemi përkthyes të qëndrimeve anglisht të marrë nga leadershipi amerikan apo europian. Dhe kam përshtypjen njëjta situatë është në Maqedoninë e Veriut, njëjta situatë është edhe në Kosovë paktën. Aq sa një, kurse Serbia ka një situatë tjetër për shkak se është i vetmi shtet i cili ndodhet në dy linja, në linjën për rusët dhe në linjën për europianë dhe fuqitë e saj për të negociuar janë shumë më të mëdha se sa vendet tona. Dhe pasi ta bëjmë këtë gjë, do duhet që të gjejmë një mekanizëm që brenda nesh të diskutojmë sfidat, të diskutojmë me zë të lartë, të diskutojmë sfidat dhe gjejmë pika ku ne takohemi për të zgjidhur ato. Nëse është çështja e krimit të organizuar, në çështja e sigurisë kufive jashtë nesh, drejt vendeve të treta, nëse çështja e migracionit, nëse çështja e emigrimit nga brenda drejt vendeve të tjera dhe emigrimit që po ndodh migracionit ndaj vendeve tona, dhe çështja pastaj e raportet tona me Bashkimin Evropian. Maqedonia e Veriut po bën më shumë se një dekadë në negociata. Dhe pyetja është kush do jetë përgjigjja e Bashkimit Evropian? U ndryshua kushtetuta, u ndryshua emri, u ndryshuan disa prej kushteve. A do ketë ende kushte të reja dhe a do ketë një përgjigje e Bashkimit Evropian dhe shkoha deri diku ti themi me zë të lartë? Kjo do ishte një zgjidhje pragmatiste, por edhe realiste. Tani, pse lindin këto pyetje për ndoshta një takim mbar shqiptar, sepse në vizionin e shqiptarëve në Ballkan dhe ajo që ndoshta solli paqe në vitet e fundit, ishte vizioni se shqiptarët do të jetojnë së bashku në Bashkimin Evropian. Për atë që ju sapo folët dhe e shpjegua dhe ngjecja që ndodh. Nga ana tjetër, gjithmonë ekzistonte nocioni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetës të mëdhenj të këtij vizioni.
Në qoftë se ky vizion lëkundet, dhe në qoftë se vijen shqiptarët mes dilemës, a duhet të jenë me Europën ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a nuk do duhet të ketë një takim të shqiptarëve të Ballkanit për të rishikuar vizionet, aleancat të ardhmen? Mendoj që shqiptarët nuk kanë zgjidhje B, janë të detyruar edhe për shkak të, madje është fjala ashpër detyruar, por nuk kanë vetëm një zgjidhje mbijetese në rendin e ri botëror është të kenë një orientim të qartë perëndimor. Dhe në asnjë moment mos ta vendosin këtë gjë në diskutim. Për shkuar pastaj kush është perëndimi, nuk mendoj që shqiptarët do kenë një mundësi ose do vi një moment që ata do zgjedhin midis SBA-s dhe perëndimit. Ata vetë ose shqiptarët vetë duhet të ndajnë kush janë prioritetet e bashkëpunimit dhe ndryshimit që i bën të përshtatshëm dhe partner të besueshëm rajon për perëndimin e sotëm, qoftë ata amerikan, qoftë ata Bashkimit Evropian. Dhe nëse arrin të përballen të japin zgjidhje këtyre lloj pyetje, do jetë më lehtë. Por fatkeqësisht ne shohim që protagonizmi kush e kontrollon botën tonë dhe riciklimi të njëjta figura për dekada me radhë nuk është produktive. Dhe po shikoni dhe gjitha qeveritë e rajonit tani, është bërë një trend, nuk kemi me qeveri vizionare, kemi teknokrat ose individ që menaxhojnë pushtetin. Dhe janë njerëz mendimtar që kanë një ide politike, dhe është më tepër ide gjeopolitike për të na çuar më lart. Kështu që nëse ne gjejmë midis nesh një konsensus për këtë gjëra bazike dhe arrim të shkojmë te perëndimi, qoftë amerikan, qoftë ajo që quhet Bashkimi Evropian, me disa propozime konkrete, me disa reforma konkrete, me disa garanci konkrete, kjo do ishte zgjidhja e dur, kjo do ishte rruga e dur, kjo do ishte edhe përgjigjja që qytetarët presin prej nesh, prej politikave dhe elitave publike. Pra as së mbyllur pa tjetër me Trumpin dhe as një largim nga Bashkimi Evropian. Ajo që duhet të jetë e përbashkëta është vlera europiane dhe orientimi pro-perëndimor. I nderuar koleg, ne në Tiranë paguajmë, domethënë zakonisht për kërkime shkencore paguajmë 900.000 euro. Kaq është kërkimi shkencor në Shqipëri. Ndërkohë që vetëm kompani lobuse për të shkuar në SBA këtë vit janë paguar mbi 2 milion euro. Është një gabim trashanik tashmë në të lloj rrethana që në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë, apo në Podgoricë, politikanët paguajnë për gjetur fotografi e takime lobusën SBA dhe të mos ulen me disë njëri tjetër për diskutuar këtë problematika për që ne po flasim këtu. Kjo do ishte me kosto shumë më të vogël për qytetarët, po me përfitim shumë më të madh afatgjatë, sepse fati personal i lider nuk është fati i vendeve tona. Dhe këtë po tregojnë edhe zhvillimet e fundit. Ne do të sigurojmë fatin e vendeve tona dhe liderit janë pjesë e vendeve tona. Nëse kjo nuk do, sigurisht jo vetëm këtu, po gjithandej, pastaj vinë prirjet të tjera, orientimet të tjera, për të cilat po aq nuk e dim se sa klasa politike është e gatshme të përballet nëse do të kishte ndikime të fuqishme ruse, kineze, nga lindja, po kjo është një pyetje për ndoshta një emision tjetër. Afrim Krasniqi, ishte kënaqësi që ishte pjesë e programit 200 për të bërë një analizë më të thellë dhe më të detajuar të asaj çfarë po ndodh në gjeopolitikën globale dhe sigurisht ku është rajoni në këtë kontekst. Ju falenderit shumë që ishe pjesë e programit 200. Falenderoj dhe shpresoj të kem dhënë përgjigjet e duhura për pritshmëritë tuaja. Ju falenderit. Pra të dashur teleshikues, ishte Afrim Krasniqi, drejtor pranë Institutit për Studime Politike në Tiranë, njohës i thellë i politikave, sigurisht ai është edhe profesor pranë Institutit të Historisë, kështu që ka një dijeni, mund të them, edhe njohuri, edhe më të thellë se ajo se çfarë ndodh sot. Programi 200 do të vi sërish javën që vjen, deri atëherë, mirupafshim.